Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Para se të hani kastraveca, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Konsumi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Mësoni disa nga përfitimet që mund të merrni nga konsumi të paktën një kastraveci në ditë, sipas health.com. Kastraveci është një nga perimet më të mira që duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Ai mund të mundësojë gjithashtu një hidratim më të mirë të trupit. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju do të merrni 40% të konsumit të përgjithshëm të ujit, kryesisht nga konsumi i kastravecit dhe ushqimeve të ngjashme me të. Kastraveci është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra, nëse ju hani kastraveca në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë, e cila është një mundësi e mirë për të hidratuar trupin në situatat tuaja stresuese. Kastraveci ka pak kalori dhe duhet të jetë pjesë e dietave tuaja, sidomos edhe nëse doni të dobësoheni. Kastravecët janë të pakët në kalori dhe përmbajnë afro 15 deri në 17 kalori për një kastravec të vetëm mesatar. Veç kësaj, ai është i pasur me vlera ushqyese të larta siç mund të jenë fibrat, proteinat, vitamina C, vitamina K, vitamina B, mangan, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese, fibra, gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës së tyre dhe mund të mundësojë gjithashtu edhe një zgjidhje më të mirë të imunitetit në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Kastraveci duhet të jetë pjesë e dietës së personave të cilën dua të humbasin peshë, pasi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, pasi ka pak kalori dhe aftësi më të mira ngopse. Kastraveci ju ndihmon për të rënë nga kilogramët e tepër duke ju ofruar edhe një hidratim më të mirë, për shkak të kalorive që i ka të pakta dhe fibrave që i ka të shumta. Kastraveci është një nga favoret për të bërë pjesë e dietës suaj, sepse ju ndihmon kështu në humbjen e peshës. Ai do të ndihmojë në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për shkak të elementeve të tij ushqyes për pak sekonda, ju do të largoni të gjitha papastërtitë nga goja dhe do të eliminoni kështu aromën e pakëndshme të tyre. Kastraveci, fal elementeve ushqyes që ka, do të përmirësojë florën bakteriale të gojës dhe do të ndihmojë gjithashtu në hidratimin e trupit. Kastraveci është i mirë dhe një zgjidhje ideale për personat që kanë sheqer të luhatshëm në gjak. Kastraveci përmban disa antioksidues që reduktojnë stresin oksidative, duke ndihmuar në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Ai është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në uljen e niveleve të stresit. Është i njohur si një përdorues i uljeve të niveleve të ankthit dhe të niveleve të stresit. Në rast se vuani nga luhatjet e ankthit dhe të stresit, kastraveci duhet të jetë pjesë e dietave tuaja. Kastraveci ju ndihmon gjithashtu në shëndetin e mirë të flokëve, të thonjve dhe të lëkurës. Kjo perime, siç është kastraveci, përmban nivele të mira të vitaminës A, vitaminës B, vitaminës C dhe K, mangan, bakër dhe kalium, që janë të rëndësishme në krijimin e një sistemi imunitar shumë të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo reflekton te flokët, tek thonjt dhe tek lëkura juaj. Përveç kësaj, kastravecët janë të pasur me silic, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta dhe shëndetin e mirë. Përmbajtja sulfurike që gjendet te kastraveci është çelësi për të ndihmuar në rritjen e flokut të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i shkencave dhe shëndetit, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribuojnë kështu në flok më të shëndetshëm. MSM, e cila përmban squfur, është gjithashtu e nevojshme për formimin e keratinës dhe thonjve dhe flokëve të shëndetshëm. Pra, kastraveci është një zgjidhje shumë e mire për personat që duan flok të fortë, thonjë dhe lëkurë të shëndetshme, duke ndihmuar kështu edhe në një hidratim më të mirë për trupin e tyre. Personat që vuajnë nga shqetësimet e tretjes, kastravecin mund ta kenë aleat të shëndetit të tyre. Siç e përmendëm në fillim të kësaj video,
Kastraveci përmban nivele të larta të ujit dhe të fibrave. Së bashku, këto të dyja lëndë janë thelbësore për ndihmën që mund t'i ofrojë lëvizjen edhe ushqimeve të duhura të trupit, duke promovuar bakteriet e mira të zorrëve dhe duke rregulluar kështu lëvizjen e zorrëve dhe duke parandaluar kapsllëkun, citon Food Prevent. Kastraveci gjithashtu është një nga produktet më të mira për shëndetin tuaj të zemrës, duke ofruar një kujdes më të mirë për të. Është e njohur gjërësisht se nivelet e ulta të kaliumit ndikojnë tek muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjak dhe si rezultat ndihmon që zemra të lëvizë gjakun e pastër dhe shëndetin në mënyrë efikase, duke promovuar kështu edhe organizmin tuaj. Prandaj edhe ekspertët sugjerojnë që dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale, siç është edhe kastraveci, duke përmirësuar kështu nivelet e qarkullimit të gjakut, duke pastruar atë nga toksinat dhe duke bërë në mënyrë efikase qarkullimin. Në të kundërt, ulëntimi ka treguar se kaliumi shumë i vogël në trupin tuaj mund të kontribuojë në sëmundjet kardiovaskulare. Nëse doni të përmirësoni organizmin tuaj dhe gjithashtu të përmirësoni shëndetin e qarkullimit të gjakut në zemër, kastraveci duhet jetë një zgjidhje efektive. Ekspertët këshillojnë gjithashtu të shtoni kastravecin gjithmonë në dietat tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që ofron shëndetit. Kastraveci është një zgjidhje natyrale me shumë përfitime në dobi të shëndetit, dhe si e tillë mund të sjellë përfitime më të mira edhe në hidratimin e trupit. Nëse nuk ju pëlqen kastraveci, atë mund ta përdorni edhe në shtesat tuaja të sallatave. Konsumi i kastravecit mund të shkojë edhe me mishin ose edhe në gatime të ndryshme, madje edhe uji i kastravecit mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për trupin. Konsumi i ujit me kastravec çdo ditë do të ofrojë trupit një ngopje më të madhe, një hidratim më të mirë dhe gjithashtu pasurimi i dietës suaj me vitamina dhe minerale që ai përmban. Nëse konsumoni ujin me kastravec çdo ditë, sasia e përfitimeve në hidratimin e trupit, sidomos në dietat tuaja të vështira, sidomos edhe gjatë verës, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të marrë të gjitha elektrolitet e nevojshme për një organizëm më të shëndetshëm. Kastraveci mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë, njësoj si uji me limon për të përmirësuar hidratimin e trupit, sidomos në rastet kur ju djeshthisni shumë, ose kryeni aktivitete të ndryshme të cilat elementët mineral, vitamina dhe elektrolite do të humbasin përmes lëkurës, dhe kastraveci do të bëjë një zgjidhje shumë të mirë ushqyes. Për personat që duan të humbasin në peshë dhe të sigurojnë forma më të mira trupore, kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë. Siç e përmendëm më herët, ai përmban pak kalori, nga 15 deri në 17 kalori për një kastravec mesatar. Veç kësaj, ai është i pasur me proteina, fibra, vitamina, minerale, siç është vitamina C, vitamina K, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Këto janë lëndë ushqyese shumë të rëndësishme që gjenden edhe te pjesa jashtme e lëkurës. Konsumimi i kastravecit bashkë me lëkurë do t'i ofrojë trupit të gjitha elementët ushqyes të cituar më herët, të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë deri në vaktin e ardhshëm dhe gjithashtu sigurojnë më pak kalori. Marrja e sasisë së mineraleve, vitaminave dhe elementeve ushqyes nga një kastravec çdo ditë do ju bëjë që të jeni më të ngopur dhe të hidratuar në të njëjtën kohë, duke siguruar trupit të gjitha elementët ushqyes për të qenë më i shëndetshëm, më i fortë dhe më i mbrojtur. Andaj, edhe kastraveci do të jetë gjithashtu një hidratim më i mirë i shëndetit tuaj. Personat që kanë luhatje të niveleve të sheqerit dhe nuk duan të konsumojnë ushqime të jo të shëndetshme ose vuajnë nga nivelet e ankthit dhe të stresit, kastravecin mund ta bëjnë si një lëndë ushqyese mjaft të veçantë në dietën e tyre. Duke ditur edhe vetit antioksiduese që përmban, do të ndihmojnë gjithashtu në hidratimin e trupit dhe mbajtjen larg të sistemit tuaj të stresit dhe të ankthit. Ndaj dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.